Mirëmëngjesi të gjithë ju që doni të mirën në këtë botë. Që kur kemi qenë të vegjël dhe deri kur jemi rritur, frikën e gjithmonë e kemi pasur prezente. Por frika është një ftesë për të zbuluar se sa të fortë jemi ne në të vërtetë. Frikën e shikojmë në dy këndvështrime. Ose harro gjithçka dhe vrapo, ose përballu me gjithçka dhe ngrihu. Zgjedhja gjithmonë është e jotja. Kur frika shfaqet, asnjëherë mos e shmang. Shikoje në sy. Ajo të sfidon. Por në të njëjtën kohë të thërret për rritje, sepse çdo njeri që ka arritur madhështinë ka kaluar më parë në frikë. Por ata që nuk janë dorëzuar, janë ata që kanë kuptuar që pas frikës fshihet gjithmonë liria. Mos lejo pra që frika të ndalë, të ëndërrosh, të flasësh dhe të fillosh diçka të re. Frika vërtet e bën zemrën të dridhet, por guximi e bën shpirtin të rritet. Dhe kur të vijë ai moment që zemra t'ju thot, nuk mundem ta bëj këtë, ti gjithmonë kujtoj që ke kaluar gjëra dhe më të vështira se kjo dhe i ke përballuar. Ke qëndruar dhe ke mbijetuar. Dhe ke mësuar e ke dalë më i fortë. Pra, mos vrapo më prej frikës, përballu me të, sepse në momentin që ti përballesh, atëherë frika shndërrohet në forcë. Dhe pikërisht aty fillon gjithçka e bukur në jetën tënde. Unë ju uroj një ditë të bukur sot, pa momente frike, por edhe nëse frika është prezente, ju inkurajoj të përballeni me të, sepse vetëm atëherë ajo do shndërrohet në forcë. Shihemi në videot e tjera. Miropafshim.